Çdo qytet i vogël ka një histori që e krenohet, e shkruar në pllaka bronzi dhe e festuar në parada. Ne i besojmë këto histori si të vërteta absolute. Por, po sikur themelet e qytetit tuaj të ishin ngritur mbi një gënjeshtër monstruoze, gjatë një pune rutine ndërtimi, Fadroma goditi diçka që nuk duhej të gjendej kurrë, një ark metalike të lidhur me zinxhir, e groposur 5 metra nën tokë. Brenda saj nuk ishte ar, por diçka shumë më të rrezikshme, prova që shndruan heronjtë të qytetit në kriminal brenda natës. Bëhuni gati, sepse sot do të hapim kasafortën e një skandali që qëndroi varrosur për 2 shekuj. Çdo qytet i vogël në Amerikë ka një histori. Ne e shohim atë në pllakat e bronzit në sheshin e qytetit, lexojmë për të në bibliotekat lokale dhe e festojmë gjatë paradave vjetore. Është një rrëfim për pionier trim, punë të ndershme dhe komunitete të ndërtuara nga e para. Por, po sikur themeli i asaj historie të ishte tërësisht i ndërtuar mbi një gënjeshtër. Një punë rutine ndërtimi në një qytet të qetë kishte për qëllim pastrimin e një themeli shekullor të viteve 1920 për t'i hapur rrugë një zhvillimi të ri. Në vend të kësaj, ajo zbuloi një skandal që ishte varrosur i gjallë që nga vitet 1800. Punëtorët nuk gjetën monedhat vjetra apo mjetet harruare, ata gjetën një ark metalike të rëndë dhe të ndryshkur, të lidhur me zinxhir, dhe ajo që ishte kyçur brenda është gati të çmontoi gjithçka që mendonim se dinim për trashëgiminë e këtij qyteti. Brenda kësaj kutije të kyçur nuk kishte sende me vlerë, por regjistra të shkruar me dorë që detajonin një marrëveshje të fshehtë tokash, e cila ndryshoi rrjedhën e një trashëgimie lokale përgjithmonë. Ky nuk ishte thjesht një zbulim i rastësish, ishte një fshehje e qëllimshme. Çfarë do të bënit nëse do të merrnit vesh se historia e vendlindjes suaj ishte një mashtrim masiv? Sot, po hapim kasafortën, nga një e kaluar e rëndomt në një realitet skandaloz. Kjo e vërtet e harruar po ndryshon historinë lokale, ashtu siç e njohim ne. Nisi si çdo mëngjes tjetër të martë. Ekipi ishte ngarkuar me gërmimin e një loti masiv në qendër të qytetit. Vendi kishte mbajtur më parë një pronë të viteve 20, tashmë të rënuar. Qëllimi ishte i thjeshtë, të pastrohej themeli i vjetër, të gërmohej thellë dhe të hidheshin themelet për një kompleks modern. Por në orën 11:30 paradite, dhëmbët masiv të çelikut të ekskavatorit goditën diçka që nuk tingëllonte si shkëmb dhe sigurisht nuk ndihej si beton. Tingulli bëri jehon në të gjithë kantierin. Operatori e fiku me njëherë motorin. Ndërsa pluhuri u lang, ekipi u mblodh në buzë të gropës. E varrosur pothuese 5 metra nën sipërfaqe, nën shtresat e tokës së ngjeshur dhe tullave të vjetra, ishte një objekt metalik. Ndërsa pastronin me turinat me dorë, kuptuan diçka. Nuk varrosni një kuti hekuri, nuk e mbështillni me zinxhir të rëndë dhe nuk e vulsoni në një themel masiv betoni, përveç se nëse ajo përmban diçka që nuk dëshironi kurrë ta shoh dritën e diellit. Tensioni në kantier ishte i prekshëm. Menaxheri i punimeve ndaloi çdo punë. Autoritetet lokale u njoftuan. A ishte e rrezikshme? Vesha e misterit rëndonte në ajër. Kur autoritetet më në fund dhanë dritën jeshile, u mor vendimi për të hapur. Me rithetin e drynit të ndryshkur përtej të gjitha shpresave për çelës, u sollën pincat industriale, bolt. U desh forca e 2 burrave për të kputur metalin e trash. Të gjithë u afruan, duke pritur shkëlqimin e arit, argjendit, apo ndoshta trashëgimi të vjetra familjare. Në vend të kësaj, gjetën letër, të mbështjellura me kujdes në një pëlhur vaj të trashe të papërshkrueshme nga lagështia e tokës, qëndruan të perfeksionuar kundër lagështisë së tokës 3 regjistra të trash me kopertë lëkure. Në shikim të parë ishte një zhgënjim, thjesht bukra të vjetra, por ndërsa historiani lokal i qytetit hoqi me kujdes kopertën e regjistrit të parë, ambienti në dhomë ndryshoi nga kurioziteti në shok absolut. Boja ishte e vetur, por krejtësisht e lexueshme, dhe emrat shkruar në ato faqe ishin menjëherë të dallueshëm. Ata ishin etrit themelues të qytetit, vetë personat që statujat e tyre qëndronin krenarisht në sheshin e qytetit, burrat që supozohet se ndërtuan komunitetin nga asgjëja përmes guximit, nderit dhe punës së palodhshme. Por konteksti në të cilin shfaqeshin emrat e tyre ishte çdo gjë tjetër veç se i ndershëm. Këto nuk ishin ditar. Ato ishin llogari sekrete jashtë librave zyrtar dhe nuk ishin menduar kurrë të shiheshin nga publiku. Për të kuptuar peshën e këtyre regjistrave, duhet të kuptoni historinë zyrtare të qytetit. Sipas arkivave, banorët origjinal të kësaj toke u ashitën në mënyrë paqësore parcelat e tyre një grupi industrialistësh të pasur në fund të viteve 1880, duke zgjedhur të lëviznin drejt perëndimit për mundësi më të mira.
Ishte një transakcion i pastër dhe i festuar që shtroi rrugën për qytetin e lullëzuar që shohim sot. Por regjistri tregonte një histori krejtësisht tjetër. Ndërsa ekspertët historik dhe kontabilistët ligjor kaluan javë të tëra duke analizuar shënimet e shkruara me dorë, doli në dritë një rrëfim rrënjthethës. Librat detajonin pagesa sekrete në dorë. Kishte regjistrime të rrëshfeteve të paguara për gjykatësit lokal, njerëz të punësuar me forcë për të friksuar familjet origjinale pronare të tokave dhe transferta tokash të koordinuara e të paregjistruara, që efektivisht ishin vjedhur me një fraksion të vlerës së tyre. Banorët origjinal nuk u paketuan dhe u larguan thjesht. Ata u vdiqën financiarisht për bukë, u kërcënuan dhe u larguan me forcë. Themeluesit e nderuar të qytetit kishin operuar më pak si heronj pionier dhe më shumë si një sindikat e krimit të organizuar të shekullit të 19. Ata konspiruan për të sekuestruar tokën më të vlefshme, tokën pranë lumit dhe hekurudhës që po vinte, dhe dokumentuan çdo dollar të pistë në këta regjistre privat për të mbajtur gjurmët e perandorisë së tyre të paligjshme. Kur erdhën vitet 1920, një nga pasardhësit e këtyre themeluesve duhet ta ketë kuptuar se sa dëmtues ishin këto dokumente. Nga frika e ekspozimit, ata nuk i dogjën ato. Në vend kësaj, i kyçën në një ark hekuri dhe i varrosën nën themelete një pasurie të re, të bindur se sekreti i tyre i zi ishte varrosur përgjithmonë. Nëse kjo histori po ju lë pa fjalë, mos harroni të bëni like kësaj videoje dhe subscribe në kanalin ton për të zbuluar më shumë të vërteta të fshehura. Sot, nxjerrja në dritë e kësaj kutie metalike ka shkaktuar valë tronditse në komunitet. Historianët lokal vërtetuan bojën dhe letrën, konfirmuan pas një hije dyshimi se regjistrat ishin artefakte origjinale të viteve 1880, por pasojat nuk ishin vetëm historike, ishte diçka thellësisht personale. Siç e shihni, pasardhësit e atyre etërve themelues jetojnë ende në zonë. Ata janë familjet e shquara, ata ulen në këshillin e qytetit, zotërojnë bizneset më të mëdha lokale dhe jetojnë në pronat e stërmadhe mbi kodër. Pasuria e brez pas brezi u gjurmua drejt për drejti, rresht pas rreshti, në titujt e pronësisë të vjedhur që ishin regjistruar në arkën e ndryshtur. Papritmas, imazhi i lëmuar i trashëgimisë së qytetit filloi të shkërmëqohej. Mbledhjet e komunitetit shpërthyen në debate të nxehta. Pasardhësit e familjeve origjinale të dëbuara, shumë prej të cilëve kishin jetuar në qarqet fqinj më pak të pasur për breza me radh, më në fund kishin prova për atë që gjyshrit e tyre kishin përshpëritur për dekada. Është një ndjenjë e çuditshme, vuri re një arkivist lokal. Ti kalon pranë këtyre statujave çdo ditë, emërton shkollat e mesme pas këtyre burrave dhe mbrënda nate, një kuti e nxjerr nga balta kthen heronjt në vrasës. Kjo detyron një komunitet të shitet në pasqyrë dhe të pyet cili është themeli jon i vërtet. Historia thuhet se shkruhet nga fituesit, por ndonjëherë e vërteta refuzon të qëndrojë varrosur. Ky gërmim i vetëm ndryshoi përgjithmonë rrëfimin oficial të një rajoni të tërë. Sot, qyteti është në proces të rishkrimit të teksteve shkollore. Statujat në shqesh, por i vërsoren, dhe propozohet një memorial i ri për të nderuar banorët origjinal, toka i cilëve u vodh. Regjistrat, që një kohë ishin menduar të fshiheshin në errësirë, tani ekspozohen dukshëm në muzeun lokal, një kujtesë e fortë se e pasuara nuk i kën kurrë vërtet. Kjo të bën të mendohesh apo jo. Ndërsa udhëtoni nëpër rrugët e vendlindjes suaj, pranë ndërtesave të vjetra dhe shenjave historike, çfarë sekretesh po flen pikërisht nën këmbët tuaja? Çfarë kutish të kyçura po presin nën themelete vjetra, duke mbajtur fuqinë për të rishkruar çdo gjë që mendonit se dinit? A keni dëgjuar ndonjëherë për një zbulesë të çuditshme historike në qytetin tuaj? A besoni se çdo qytet fsheh sekrete të tilla? Më tregoni në komentet më poshtë, i lexoj të gjitha. Nëse kjo histori ju ka magjekrusur, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe. Faleminderit që na ndoqët dhe si gjithmonë, vazhdoni të vini në dyshim atë që dini.